Të gjithë këta fëmijë janë organizuar nga shkollat e tyre dhe janë nisur drejt festivalit dhe panajirit të librit për fëmijë, i cili po mbahet në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë, që nga e mërkura dhe do të zgjas deri të shtunën. Secili prej tyre ishin të entuziazmuar për aktivitetin që do merrnin pjesë, përpos që do të blejnë nga një tituj të ri. Pashtu do argëtohen me muzikë për fëmijë e aktivitete tjera zbavitse, përfshirë lojra të ndryshme. Zjar Bujari, menaxheri i festivalit dhe panajirit të librit për fëmijë, tha se ky është viti i tretë që organizohet panajiri, e çdo vit e më shumë ka risi e shtohet interesimi i fëmijëve për të qenë pjesëmarrës. Festivali dhe panajiri i librit për fëmijë ka është të shku shumë mirë, si shpesheni ka shumë fëmijë që janë të marrë pjesë në festivali dhe panajir. Disa vlejnë libra, disa luajnë lojna, ka shumë lojna, shumë aktivitete edhe zbavitse, edhe edukative, edhe kulturore. Edhe na javën e kalume patëm me majtë, mirë po moti nuk premtojke, edhe kena bo një zgjidhje ma mërmenja që është vendimi ma i mirë që kena marrë si organizat, se tash këtë javë moti ka qenë perfekt. Asë një pikë shi nuk ka ra, gjithë shka është të shku super, ka shumë shkolla, shumë shtëpi botuse, shumë partner, cilët janë të na ndihmu neve me majtë edhe me kalu sa ma mirë. Ky organizim po quhet organizimi ma i madh në Kosovë për librin. Ky është një festival edhe panajiri cili është në rritje e sipër që 3 vjetë, kjo është edicioni i tretë edhe në krahasim me edicionin e parë, po edhe dytin, si vjetë është edhe ma i madhë. Dhe me thonë kemi rritje të madhe të numrit vizitorve, gjithashtu të aktiviteteve, kapaciteteve të festivalit e panajirit, për shembull, si vjetë kemi këtë kandin e të rriturve, ku e kemi edhe një pjesë ku prind nëse i bin fëmijët e tyne, i blejnë libra fëmijëve, po kanë diçka edhe për vete me blejnë. Është organizim i rëndësisë shumë të madhe, sepse ndikon edhe e ka qëllimin me ndiku në zhvillimin e kulturës leximit Kosovë. Gjithashtu kjo lidhet kultura e leximit, lidhet edhe me cilësinë e arsimit, për shkak se Kosova, me sa e dini edhe ju, në testet ndërkombëtare rangon në ndër vendet më të dobta në sa i përket lexim kuptimit edhe arsimit, sistemit arsimor në përgjithësi. Organizata e tija ka synim që kjo ngjarje të afroj fëmijët me librin, por më shumë janë nxënësit nga Prishtina që e vizitojnë. E presin edhe nga shkollat e qyteteve të tjera, të kenë interesimin dhe vullnetin e njëjtë për të ardhur dhe vizituar panajirin e si vjetëm. Kjo është një ngjarje e cila e afron nxënësin me librin. I tregon nxënësit që edhe zbavitja edhe libri mund me shku bashkë. Edhe kjo nuk është që na veç pethojmë, kjo është për një me. Kemi shumë shkolla, krejt shkollat e Prishtinës janë të ardhë, janë të ndame në për orare, për shkak kërkesës të madhe, interesimit të madh. Jemi në kontakt me shkollat, duke i caktu disa orare që mos me umbi ngarku. Ju me sa peshini, sheshi është i madh, edhe amfiteatri është i madh, po kur vinë fëmijët këtu, kur vinë 500 fëmijë, zvoglohet ka gja shumë. Na i kemi ftu edhe në për intervista edhe gjithkohë kemi ftu krejt nxënësat, krejt shkollat e krejt Kosovës. Mirë po të marrë parasysh që është pak problem logjistik me ardhur prej një qyteti tjetër deri këtu për me ndajt 1 orë ose 2. Atëherë nuk e kemi marrë përsipër me i ftu veçanërisht shkollat e qyteteve tjera. Mirë po ata janë të mirë se ardhën, sot kemi pas një shkollë prej Drenasit, edhe dje kemi pas shkolla tjera prej vendeve tjera, edhe na i mirë presim krejt, do me thonë krejt janë të mirë se ardhën, veç me u organizu edhe me ardhë bashkë, me u knaq këtu. Edhe vitin e kalum ka pas nxënësa dhe shkolla prej qyteteve tjera, bile prej qyteteve edhe më të largta, siç është edhe Kaçaniku, që nuk është shumë afër Prishtinës, po jemi gëzu shumë, e kemi prit shumë mirë,
edhe shpresojmë që edhe si vjetë edhe viteve të ardhshme do të vinë edhe shkolla tjera prej qyteteve edhe më të largëta, edhe ndoshta edhe prej fshatrave. Risia si vjetme në paraer është shtimi i këndit të rriturve. Prindërit e gjyshrit që vinë dhe sjellin fëmijët e tyre përpos që blejnë libra për të vegjëlit. Ndërkohë mund të gjejnë diçka edhe për veten dhe të pasurojnë më tej bibliotekën e tyre. Si vjet kemi risin që përmenda edhe më herët është ky këndi i të rriturve. Këtu kemi, domethënë, libra edhe për të rritun, edhe me këtë kënd panairi bëhet ma gjithë përfshirës, edhe është i përshtatshëm për krejt grup mosha. Mirë po, shumica librave janë për grup moshat prej qerdheve deri në shkollë të mesme. Si që thashë edhe më herët, gjithkush është i mirëseardhur, nuk limitohet kërkush, edhe gjyshet, edhe gjyshat, edhe nanat, babat e fëmijët, edhe mësuesit, edukatorët, krejt mundën me ardhë. Kemi risi, kemi libra 3, normal, shtëpitë botuese botojnë çdo vit libra 3, edhe ky organizim që tashmë është tradicional, ndikon edhe e promovon botimin e librave 3 për nxënësat e Kosovës. Këtu për shembull kemi disa seri të reja që janë të shtëpisë botuese Albas, i cili është edhe sponsor general i festivalit. Kemi 2 seri të reja, mundeni me ardhë me i ble edhe me i pa, janë libra shumë të bukur, me ilustrime edhe me tregime shumë interesante. Dalina Mexhani dhe Ema Sadiku janë nxënëse të klasës së 4 dhe sot në Panair kanë ardhur bashkë me shoqët dhe shokët e klasës nga Obiliqi. Secila prej tyre ka mbledhur nga 2 libra të rinj, duke shtuar se mezi presin t'i lexojnë. Sot kam marrë në Panairi të unë kam libra që të marrë në Shëndetin Argentënane, i kam libra arsinë se libra që li lexojnë në paston në mendje në shëqja. Drita një kam lexuar një libra në partikam se të kam lexuar një certifikatën në konstituent që kam lexuar shumë. Disa titulli i kam lexuar, tani kam marrë që disa Unë dhe kam dëshirë, kam përse dëshirë të askush nuk kam dëshirë. Kam marrë prej si bufësit, komunës Obiliqi, jam në klasë në 4 dhe mësoj në shkollën në gjeni si bufët. Ne kemi pasur një vend për një detyrë supreme të shkojmë në këtë, edhe nëse nuk do ta kishim pasur, unë ashtu kështu do të visha me familjen sepse di që librat na i pasurojnë mendjen. Edhe shumë gjëra tjera, shumë qenë, edhe kam fituar disa herë lexuesja e vitit të shkollës të time. Unë kam gjithë pipi që gjota edhe mësojmë dhe argëtohemi, sepse më kanë dukur që janë interesante. Unë nëse kështu jemi kështu, unë po them që më së miri është të lexojmë pa pasur mendjen, edhe të lexojmë sa më shumë. Aq shumë ka interesim nga shkollat e vendit, saqë organizatorët është dashur t'i ndajnë me termine të caktuara në mënyrë që secili prej fëmijëve të kënaqet gjatë pjesëmarrjes dhe lehtësisht të interesohen për titujt që duan t'i blejnë. Sipas fatlumetimit nga shtëpia botuese Albas, edhe në këtë Panair ka tituj të rinj dhe me 20% zbritje pothuajse në secilin libër. Na si vjet prezantohemi me shumë tituj të ri, po të veçanta për këtë Panair kena serin Izadora edhe Majorin e vogël Tom. Interesimi është shumë i madh, organizimi është shumë i mirë, fëmijët po vinë në termine të caktuara dhe deri më tash edhe koha po na mban është gjithçka në rregull. Fëmijët po i pëlqen edhe përgjithësi, fantashkencë, po shoh shumë kohëve të fundit janë shumë të interesuar, po ne si shtëpi botuese mbulojmë të gjitha tematikat, kemi edhe letërsi tamam të mirëfill, po edhe
edhe libra të tjerë që janë në interes edhe të kohës për grup moshat e caktuara. Çdo panair edhe këtë panair normalisht që kena planifikuar edhe të bëjmë zbritje edhe për shkak kategorisë fëmijëve që vinë për të blerë bashkë me prindrit, diku jemi te 20% parafërsisht zbritje për secilin titull. Po unë mendoj që panairet janë ngjarje që ndihmojnë për ta krijuar shprehinë e leximit të fëmijët dhe kjo kur vine ose me mësimdhënës ose me prindër është edhe shumë më e mirë edhe besoj se ngjarje të tilla sa më shumë që organizohen janë shumë më të mira për ta krijuar shprehinë e leximit të brezat të ri. Aktivitete, organizimi është i mbushur me aktivitete, fal organizatorëve dhe çdo ditë janë të para sipas agjendës edhe me shtëpive botuese po edhe organizatave të tjera. Ne si shtëpi botuese si vjet shënojmë 25 vjetorin dhe gjatë gjithë vitit po bëjmë organizime të tilla që ndihmojnë për ta krijuar shprehinë e leximit edhe te brezat e ri, po edhe për të prezantuar botimet tona si në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoninë e Veriut edhe në Luginën e Preshevës. Në 4 ditë, sheshi Zahir Pajaziti ishte vend takimi më i bukur për fëmijët, prindërit, mësimdhënësit dhe miqtë e librit. Në secilën ditë, kishte aktivitete të veçanta që i presnin fëmijët. Po ashtu në ditën e dytë për vizitorët ishte mundësia antarësimit falas në bibliotekën Hifzi Sulejmani.